Një shekull pas periudhës ku artistët aziatik u përpoqën të gjenin vendin e tyre në skenën artistike të Parisit, Galeria Kombëtare e Singaporit sjell në vëmendje historinë e tyre të harruar. Ekspozita madhore Qyteti të tjerëve, artistët aziatik në Paris 1920-1940 prezanton mbi 200 vepra, nga emra si Le Fou, San Yu dhe Lu Kang, të cilët përballuan paragjykimet për të krijuar një art hibrid ku lindja dhe perëndimi ndërthuren. Në një Paris ende në hijen e kolonializimit, këta artistë u ndeshin me përjashtim institucional dhe pritshmëri të padrejta. Arti i tyre nuk shihet mjaftueshëm nga bota perëndimore. Sot shumë prej tyre po rivlerësohen si në tregun ndërkombëtar të artit, ashtu edhe nga studiuesit. Pikturat e Le Fou kanë arritur çmime milionësh, ndërsa San Yu, i quajtur Matisse kinez, është sot një nga artistët më të vlerësuar aziatik në botë. Ekspozita përpiqet të rrëfejë historinë përmes perspektivës së artistëve dhe jo nga filtrat eurocentrik që për dekada janë anashkaluan. Kuratoria Phoebe Scott theksoi se qëllimi është të vendosin në qendër zërat aziatik në Paris, jo të përsërisin rëndësinë e qytetit, por të tregojnë çfarë sollën këta artistë në të. Ekspozita mbetet e hapur deri në fund të vitit dhe shihet si një akt i vonuar drejtësie artistike dhe historike për një brez krijuesish që jetuan në hijet e avangardës europiane, por që sot ndriçojnë më fort se kurrë.